Atëherë, do të kemi tani disa sugjerime, disa propozime për libra interesant të cilët kanë ardhur në këtë panajir. Unë dua ta nis nga libri i parë që kam këtu, nuk e di kush e ka sjellë prej jush. Rrënjët në zemër, është libri i Rudinës. I Rudina Çupit. Çfarë është ky libër, Rudina? Kemi ardhur këtë vit jo me letërsi, por me një vepër të madhore që është vepër mbarkombëtare, na përket të gjithëve, kudo shqiptarët, kudo që janë edhe në diasporë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, në Maltëzi, edhe gjithashtu edhe në Maqedoni. Për ta bërë kulturën pak më të kuptueshme për fëmijët, është një libër interaktiv i cili ka prerje, ngjitje, ngjyrosje, vizatime, gjetje nëpër figura etj etj. Është e gjithë kultura shqiptare e mbledhur në një, për t'i bërë të ditur fëmijëve që duhet ta kthejmë nga vetja, sepse dashuria për veten, për vendin, për preardhin nga vim është një ndër që nga botim shumë interesant duhet të them. Tani po e shpjegoj tregtarë dhe duhet të të komplimentoj se po pëlqen shumë. Faleminderit. Në shqip dhe në anglisht, të dy gjuhët. Po, është në të dyja gjuhët për t'u bërë fëmijëve që jetojnë në diasporë pak më të thjeshtë, ata që përdorin anglishten, por edhe turistëve gjithashtu, sepse dhe nga ata kemi pasur vjet në panajirin e Tiranës, ne kishim vepër rezervë fati dhe pati një çudi shumë të madhe, edhe pse nuk e dinin gjuhën shqipe, ata thjesht duke parë kostumet popullore shqiptare në libër, blinin libra dhe pa e ditur gjuhën, dhe kjo ishte një ndër surprizat e mia më të mëdha vjet që më nxiti pastaj për të shumë i këndshëm. Edhe pas ka një informacion të përmbledhur kështu për të rifreskuar edhe një herë të gjitha njohuritë që kemi, dhe prandaj sugjeroj edhe për triturit. Janë njohuri bashkëkohore, cilat gjëra janë futur në UNESCO nga ne, është diçka për të treguar fëmijëve që kur i dërgoj shpesh nëpër muze, ata mendojnë që kultura është e mbyllur në një muze, ose mendojnë që kultura i përket njerëzve që merren me artin dhe kulturën, ndërkohë që nuk e kuptojnë që kultura është që te ninulla që mami të këndonte kur ishe i vogël, që te tapeti kur ti e ulur të luash, ose babi, shumë mirë do ishte, ose gjyshja që të tregonte për rallat dhe gjitha këto, domethënë ti kulturën e ke përjetuar në çdo pjesë të jetës tënde, por që nuk e koncepton do sepse është pak abstrakte për fëmijët dhe nuk është një lëndë që bëhet në shkollë. Prandaj për të treguar që nuk është gur, po kulturë, pra kur shohin një monument, për të mos i treguar që është thjesht gur, ndryshimi midis gurit dhe kulturës është pikërisht historia e të parëve që ka kaluar nëpërmjet saj. Një libër shumë i mirë, i cili duhet pasur, ju siguroj për këtë, sepse sapo e pash edhe ja vlen. Rudina Çupi dhe Erina Rahmani jeni dy autorë që keni... Autore Shqipëri-Kosovë, që keni përgatitur. Motoja është jemi një, të shalli ati djalit po ta vinë re në Kopertin, jemi një, sepse është libër mbarkombëtar. Shumë bukur. Bravo, më pëlqen. Shpjegotuese Pupës, bukur. Valbona, më kisë është libri Epidamni tani, po me që të kemi të vetmin të gjinisë mashkullore Jo, jam çuni kimetër. Tash të lëm në mes. Lustër për një përrall. Një roman nga Valbona Banka. Atëherë çfarë është ky roman? Dita Pux, botimet? Po, Dita Pux është shpjegotuese. Flet është më pëlqen një çik gjatë historitë që ti marr ngeshëm, dhe është historia një djaloshi 6 vjeçar, Eduardi, i cili i adhuron prallat, nuk ngopet me to, por prindrit... Le ta përcaktojmë tani që kanë vëmendjen për cilën grup mosh... Nga 8 vjeç e sipër lexohet pa problem, por prallat mund të lexosh dhe 4-5 vjeç, sepse brenda ka 14 pralla, të cilat unë kur i kisha fëmijët e vegjël i shpikja për ta. Dhe këtu në këtë roman vjen historia e tillë që disa personazhe i tregojnë 14 pralla djaloshit, është aq i varfër sa prindrit nuk mund i blejnë dot një libër me pralla, dhe ai vendos një ide geniale, siç ne dikur bënin kur ishim të vegjël, të lustroj këpucët në rrugë pa djenin e prindërve, dhe ndërsa lustron kërkon 20 lekë në këmbim, por kupton shumë shpejt që jo të gjithë mund ta paguajnë, ndaj ai në këmbim i kërkon një prallë, kështu që nëse nuk merr dot lekët, merr prallat, sa i për prallat në fund. Historia në vetë përmban edhe 14 pralla, histori të tëra me 14 me ilustrime, dhe është një histori që kur ja u tregoj fëmijëve, pastaj fillojnë dhe ju pëlqen vërtet edhe ideja e prallave, po dhe një ngjarje që rrjedh dhe ata mësojnë diçka më shumë. Pra, të lustroj këpucët në shkëmbim të një prallë. Më thënë, aq shumë e do prallën, dhe aq duhet një prallë. Interesant, ë? Po, sa duhet bërë sakrifisa. Edhe me gjithë historitë, brenda, kështu që të uroj suksese. Faleminderit. Edhe një tjetër sugjerim që vjen për lexuesit e vegjël. Atëherë, kalojmë tek libri i Epidamnit, Dinastia e mbretit Epidam, legjenda e Durrësit. Epidam moj kom zeqo, sepse në fakt, nëse përmendëm se unë mendoj që tashmë... Jo, ta përmendëm për 5 vjetorën e vdekjes. Nuk e përmenda kur të prezantova, se thash ti ke emrin tënd tashmë si autor, ky është libri... Nuk ish fotoj dot me Sa ti është i yti ky që
që ke Kjo është libri im i tretë. Është i treti, kështu që ti ke filluar të ndërtosh emrin tënd. Po. Por është djali i Mojkom Zeqos edhe pa diskutim është një kënaqësi e veçantë edhe për ne sa herë kemi në studio, nuk diskutohet. Atëherë, është një libër i ilustruar, i cili në fakt vjen Nga shtëpia botuese Albas. Shtëpia botuese Albas dhe ja ke dedikuar Mojkomit, Lidës dhe Fabianit. Po, Lida është mamaja ime, Maja? Fabiani është gjyshi im, që të tre shkruajtëm për Durrësit. Fabiani është gjyshi? Po, Fabian Miraj. Dhe të tre... Me emrin Fabian, nuk ndodh shpesh. Ja kam vënë edhe çuni si emër të mesit. Vërtet. Po, ta mbaj gjithsesi historinë atyre gjallë. Po. Është libri historia më e hershme e Durrësit pak a shumë, po është trillim historik në Rim, 60 ilustrime që janë kryevepra nga Enkeleda Ester Prifti. Ajo ka bërë edhe librin në minifabulave të Mojkomit. Këtu futen shumë gjëra. Futet harta më e hershme e Durrësit, është një lojë me objektet a i gjenë do të fëmijët brenda në ilustrime, por si version, si tu është trillim historik i legjendës që ekziston të Durrësit, i pari ishte Mojkomi 89-ën që e bërë një vjersh, unë kam marrë legjendën, kam marrë vjeshën e Mojkomit. Edhe nga vjersha e babait tënd, Mojkomit. Dhe unë kam bërë versionin tim, po ama versioni Mojkomit, legjenda e Epidamnit, është në fund të librit që i dedikohen 10 faqe aty për Mojkomin. Do të thënë, mund të lexoni të dyja versionet, ta zgjidhni që më pëlqeni më shumë. Mund pëlqen të dyja normale, po më pëlqen edhe versioni im që ose mund. Mund të përdor një metodë edhe krahasuese. Po, që lexuesi ta krahasoj vetë. Ka risjell edhe një herë, babain e vet e themi në këtë libër, edhe Durrësi ka historinë më të hershme të Shqipërisë, të çdo qyteti, Shqipërisë antike. Legjenda për herë të parë ipet e përkthyer në shqip, është një legjendë një faqe. Bibliografia që ke, të cilës ti je referuar, vetëm këtu të lexosh, shikov një faqe e tërë. Ky është një studim serioz, por ama i sillet, universalizohet për fëmijët, për prindrit, jetë më i prekshëm. Normale, nëse do t'i futeni detajeve, mund të lexoni bibliografinë dhe shënimet. Nëse jo, thjesht lexoni pjesën me rim, ilustrimet edhe ja tek është edhe legjenda e Epidamnit e Mojkom Zeqos. Ky është versioni i Mojkomit, po. Të cilën ti e ke përfshirë, le të themi, në këtë libër, ndërkohë që ti e ke bërë diçka më të gjerë dhe më të gjatë apo jo? Po, Mojkomi kishte 10 ilustrime, unë kam 60. Ishte më i shkurtër versioni i Mojkomit. Dhe normale rishkruaj disa variante, për shembull, kush është kuptimi i Epidamnit, emrit, dy rakut në këtë rast. Kush është origjina e mbretit Epidam? Është për Shqipërinë antike, është mbreti i parë që ne kemi në historinë antike, prandaj është edhe emri i vjetër i Durrësit. Pra është një libër historik, pra sjell histori në vetvete, thjesht i përshtatur për fëmijë, kështu që ka vlera edhe mësimore, le të them, për fëmijët, sepse mësojnë nga historia jonë dhe Durrësi dhe historia e tij e lashtë. Ajo që është e veçantë për Epidamin, për ty autorin në këtë rast, është që ti shkruan me rim, pra nuk është se ke një narrativ prozaike, por ti Rima ka fuqi tjetër. Mund ngelim mend rim, vajzës time që i kam lexuar që moshën 6 muaj, ajo është kampionen në rim, i shpik vet. Do të bëhet ilustruese, do të bëhet shkrimtare për shkak të këtyre punëve që ne bëjmë. Dhe është një pjesë e serisë Legjenda e Durrësit, kjo është pjesa e parë. Nëse një fëmijë, vajza ime 7 vjeçe, është duke lexuar Harry Potter, herë lexon librin, pastaj bashkë me mamën e saj, pastaj shikon filmin. Nëse për 7 vjeç është okay Harry Potter, ky libër është po i soj, është Harry Potter i historisë Durrësit. Është një libër shumë i mirë që sugjerohet sot për fëmijët. Faleminderit. Fiksojeni mirë këtë libër sepse edhe ky duhet marr. Ka vlera të veçanta, jo vetëm letrare. Janë 144 faqe me ngjyra. Gjithë informacionin. Jam shumë falendëruese juve, po edhe shtëpisë botuese, King Rita Petro, se shumë pak veta mund botojnë 144 faqe me ngjyra. Është libër që duhet shijohet për gjithë grup moshat. Unë them për fëmijët me të rritur dhe pleqë të rinj që kanë akoma interes të mësojnë.